Do doja shumë që ta nisnim me një tjetër ndjesi nga se unë ndam dje programin, por fatkeqësisht vajzat sot janë veshur të gjitha me të zeza për të na kujtuar edhe një herë dhimbjen kur të gjithë një zëri zgjedhin nënat dhe jo partnerët e tyre të ardhshme. Goca, jam me ju në dhimbjen tuaj, në zhgënjimin tuaj. Por ai që nuk na e dha një mendim dhe mund të shtohet sondazheve tona në program është Laert Vasile. Kështu është kur bëni sondazhe pa qenë unë këtu, kur sillni dhurata pa qenë unë këtu, dhe i vetmi që kujtua për mua, megjithëse është i vetmi që e ka masakruar, është Kesi. Kesi të falenderoj që kujtove për mua. Shumë faleminderit. Ky është raporti në këtë program, Laert, sepse edhe në sondazhin që ne bëm dje, nëse do të zgjidhin nënat apo partnerët e tyre, 7-1 ishte rezultati. 7 zgjodhën nënat dhe vetëm Josipi, kundër parashikimit të gjithëve ne, sa zgjedh familjen time të re. Normal, se ndryshe nuk do quhej Josip Broz Tito ai që themeloi Jugosllavin. Tani do mësuash pak ti vet ku qëndron përpara kësaj përballje? Edhe unë do zgjidhja nënën e fëmijëve të mi. Nënën do zgjidhja, por të fëmijëve të mi. Mirë pra, Aulona, unë e thash, mendimin tim për mamin dhe për... Jo, me thash nëse Laerti ka marrë pak nga energjia jote, që dele bën deklarata, që unë se parashikoja fare. Se nuk e di që thoshtë Arnoldi, po më duket sigurisht ai ka thënë. Do të që ti përmendë që gruaja është e para, pastaj nëna. Nëna e fëmijëve. Po pra, i bie gruaja. Po pra. Jo, mund të jetë grua, po mos jetë nëna e fëmijëve. Mbaj mendje një intervistë që ka thënë nëna është gjithçka, nëna është dashuri e pastër, është e sinqert, edhe unë me nënën ndroja si gjë. Na doli besprem. Si fëmijë i saj, patjetër që s'ndroja asgjë. Po nëna e fëmijëve të mi është parsore. Ja, kjo është analiza që do të bërë secili prej jush. Duket sikur do të luhasësh në dy krahë. Jo, janë dy gjëra ndryshme, Arnold. Vendose ose kjo. Shiko, njeriu ka një vendlindje. Pra nga një vend ke dal. Nuk e ndryshon dot. Prandaj rilindasit shkruanin për vendlindjen. I merrte malli për vendlindjen. Kupton? Pra vendlindja nëna. Por ajo që sjell fëmijët e tu në jetë, aja kupton, është ajo që do bën prind. Okej, pra, tani do vazhdojmë me takimin e parë dhe futemi direkt në temë, sepse Ina ka dalë sërish jashtë studios me Richardin. Shumë është komentuar pas takimit të tyre të parë, ky ka qenë edhe deputimi i parë i Richardit në përputhen i dytë, më fal, me një takim me Inën, dhe jam shumë kurioze për të parë çfarë ka ndodhur. Richard, e nisim me përshtypje më të mira se takimi i parë apo me më shumë dyshime? Jo, takimi i dytë ka qenë më mirë. Më mirë, ëh? Po. Ka lind sa gjëra që shumë mirë, shumë bukur, po takimin e dytë ka qenë shumë mirë. I pari vetëm shife pak Richardin sot. E kupton, sa i the Ina, filluan të lëvizin muskuj të ndryshëm, sidomos ai që është poshtë asaj që është sono un italiano. Un italiano vero. I lëviz gjokse? Po. Po nga palestra, refleks. Nga zemra. E bën dot atë lëvizjen kështu? Si se bën? Dhe sa që e bëjnë. Çdo vit në përputhen është dikush që e bën këtë lëvizjen me gjoksen. Më pëlqen shumë. Mirë, ndjekim pjesën e parë të takimit dhe kthehemi në studio. Qa me bo? Kam një orë që po pres, dhe kishim takim ora 10, i ora 11. Se është mirë, duke si munges respekte, po nesë, ja, presim edhe pak qa do bëjmë. Do t'i blej një orologj që ta shef ora që kur esh me po nesë. Ja, si ka do nesë, si qenë. Të kërkoj shumë djesë për vonesën. Vonu e shumë. E di. Kam dhjev një sorprezë, lullin, që ty të pëlqen lullin. Faleminderit. Thank you. Pse punoja shumë? Çdo 5 minuta po vi. E di. Të kërkoj shumë djesë. Ke gjetë trafike? Jo, thjesht nuk menaxhova dot kohën si duhet sot, pata një ditë shumë të lodhshme, edhe erdha me vonesë të kërkoj shumë djesë. E bëj shpesh në fakt, po. Tani do porosim tani t'japim menun, shive ti. Po. Marrim një salatë? Marrim një salatë. Po një salatë. Rrugën janë ndoshta? Mirë rrugëra, po. Okej, ekstra pomodorinit lutem. Edhe shumë parmigiano për mua. Na bëj një mix krullësh
Vetëm lutem të krudo duhet që të ketë scampi, vjol, carpaccio del greco dhe pak oktapod. Edhe ca ostrike nëse është e mundur. Duhet edhe 2 supë peshku. Ma shumë për pjesën e dytë apo? Përdorni si pasta? Ma bëj një pakeri me gjinkallt, lutem. Vetëm lutem të jetë pak shumë e lëngshme, domethënë mos jetë shumë e thatë. Edhe të jetë me pomodorinë dhe jo me salcë. Hajde qik bu, se të kamarur janë, hajde qik. Faleminderit, Richard. A çugen të lutem sepse nuk e haj salmonin, përveç se të gatuar. Jo, nuk e haj kështu krudo, s'më pëlqen. Faleminderit. Pjesën e parë ta bëjmë, se është elegante. Pastaj vazhdo vete. Është qik madh. Jam gentleman, jam. Qa kanë quna me ty? Jo shumë quna më kanë fanë për pjesa këte materialiste. Qa është kjo pjesa që të kam gjukujmë me goca materialiste? Për qa? Se kuptojnë? Se unë po shoh, tani ti e goca që ka biznes, punon, dhe në gjunë... Po punoj me ti, a di sa lodhem? Realisht lodhem. Ates kuptojnë, se tani unë ndje keshë ku në digjoj në shumërat. Po, jo nuk do lodhesh afare, më beso. Më duhet shumë energji dhe aty, për ne them që këto kohë jam shumë e lodhur, më duket sikur ndonjëherë thjesht frymoj edhe nuk kam më energji për të dhënë, se më duhet ta shpëndaj energjinë time kudo. Po ti futëm pjesën tim që digjoj këtë gjë e akuton si kam pas shumë që unë ndjeja që kera... Me thënë drejtë nuk më interesën fare se që thonë njerëzit. Jam natyrë shumë menefregiste dhe moskokçarse, kur në gjykimin tim këtë lloj komentesh janë të pavlefshme dhe janë nga njerëz që as nuk interferojnë në jetën time. Ajo që më shqetësoi më shumë në fakt se sa diskutimi mbi thonjtë e tua në studio. Përveç Inës te. E kuptoj, po, atë du më darë. Kam duket edhe për Stelinë. Tani, të duket shumë normali që të dalësh në takim me mua, të duash të bësh edhe një takim të dytë me mua, dhe në të njëjtën kohë të thuash kam qejf edhe Stelinë. Se tani, ty janë opsionet, ose ti nuk di se çfarë kërkon dhe i lëkundër me të tëndën, ose thjesht do të luash me dy porta, gjë që unë nuk s'lejoj ta bësh. Nëse ky është takimi jonë i dytë, ose do jetë një takim që do marrë për mirë, ose nuk do ketë më një takim tjetër veç këtij. Se tani, kjo nuk është normale të ndodhë sipas mendimit tim. Ke drejt, kam bërë edhe një komentën që fash që Stelinia është shumë vajza e lezetshme, dhe e bukur, e shumë... Mirë, ti nuk folë se sa e mirë Stelina, ti se më pëlqente. Dhe ka diferencë mes thënit, për shembull deklaratën time e kam sqaruar, si e kam thënë. Unë nuk kam thënë më pëlqen, por kam thënë djemtësi, ndërsa ti them më pëlqen dhe përmendë emrin e saj. Duke i referuar asaj si person. Normalisht tani unë duhet të njoh më të mirë, po të njoh ty duhet të njoh më të mirë. Që jem sigurt që vazhdoj prapë me ty si do jesh edhe ti sigurt të vazhdosh me mua. Apo jo? Si mendon ti? Lere tani nuk e mora shumë përgjigjen, po fakti që po e thua këtë tani niset nga një konstatim, le të themi, që ke bërë të tipit të ke parë që Stelina dhe Casey janë një çift i pandashëm dhe ti nuk mund të arrish të qash mes tyre dhe dëpërtosh. Jo, nuk e kam parë. Ina për ty ndoshta është më arritshme sepse për momentin është vetëm, apo Ina të pëlqen më shumë, apo Stelina të pëlqen më shumë, po Stelina s'po ta kesh, apo si është mohabeti. Jo, nuk e kam aty për problem që është çam ke bën që është bashkë me tjetër, nuk e kam aty. Jo, pengesë për ty nuk ishte, se përderisa është prej si pëlqim. Po, e fash pëlqim. Po, sikur të rroqe pak, arsyen, prapë nuk po e marr kështu të fortë. Ma thuash. Po, arsyesh, ta them. E ata tani janë deklaruar ata. Apo jo, janë deklaruar. Janë deklaruar, por patën edhe një periudhë, le të themi, pauze mes tyre, sepse ka nevojë që të reflektojnë. Pse do plasim për ata? E pranove vetë ndakimin tonë të parë, u diskutua edhe në studio. Kështu që është mjaftueshëm që unë të ta përmendja si... Shumë ka pëlqyer si fizikisht. Ka marrë aty punë. Nuk të pëlqen më? Jo shumë pëlqen më, po ka marrë aty, ka qenë vetëm që fash shpreha, po ka marrë aty. Finito, basta. Ka marrë, a kupton. Nuk më dukesh i besuar. Tani t'jap do për mendimin tim, a kupton, po kështu ka qenë. Mirë, po bëj sikur po e besoj. Jo, o të beson, apo nuk beson, janë gjë. O
O është barë, o është zeza, nuk ka... Jo, ti po e manipulon si situatë, nuk është po më jep një mendim shumë të sinqert. E fash vetëm që ka pëlqyru si fizikë, si goza, po prapë kam marru aty, e kupton, nuk fash dalë në takim du me bo gjo tjetër, apo kem digju mua. Okej, hajë të kupën softa. Richard, ka ndodhur më përpara që një vajzë të vonohet kaq shumë në takim, mua më thanë që Ina është vonuar 1 orë e 40 minuta për të shkuar në takim. Ina është vonuar se ishte të bo gati për mua, a kupto, edhe koha, ka shpezu koha për mua, kështu mund t'ja falë. Është justifikuar. Ja ta shumë po, vazhdi të kuptuar rëndësi takimit. Ina, të ndodh shpesh të vonohesh kaq shumë në takime? Më ndodh. Më ndodh një sepse nuk arrit të menaxhoj dot gjithë punët e mia të caktuara për ditën dhe të pacaktuara që më dalin gjatë ditës, edhe më bëhet një lëmsh i madh. Dhe shpërndajmë gjithandej, mundohem të mbyll gjitha, ka raste i mbyll, ka raste nuk i mbyll, edhe çdo takim që kam shtyn tjetrin. Dhe kështu vazhdon gjithë dita ime dhe lë gjithë njerëzit të më presin. Kjo ndodh në gjithë ditën tënde. Në gjithë ditën time. Pra ka vonesa edhe në punë, kur takoj një shoqe, kur kam një takim pune, kur më duhet të shkoj në një bankë për të mbyllur një pagesë për biznesin, diçka, unë çdo gjë e bën me vonesë. Po, të ha probleme. Dhe prandaj kam nevojë të kanë braktisur njerëz, qoftë edhe në rrethana pune, është mbasa jo korrekte që të vonohesh. E ke problem gjithmonë. Me thënë të drejtën, është e çuditshme, por jo, ndoshta kanë arritur ta kuptojnë këtë pjesë timen që është kështu jo qëllimshme. Nuk e bëj me të keq. Dhe një vajzë me oreks të madh. Atë ditë isha lodhur aq shumë Megi, sa unë isha pa ngrënë gjithë ditën, kisha ngrënë vetëm mëngjes. E kuptoj ndjesin. Kisha pirë edhe një kafe dhe po vdisja që të haja dhe nuk më interesoj as se kisha kamera para, as se kisha Richardin para. E riprodhon dot porosinë? Po, porosita një sallatë rukola, me shumë pomodorini edhe parmigiano, sepse kështu e dua. Mora një mix crudosh, vetëm me scampi, se violat, kakalecët, salmonin, crudo, nuk e haj, ca ostrike, mos gabohem, do të ketë pas edhe atë se i kam qef. Edhe dy makarona, kanë qenë. Por se edhe i pakeri, pastaj me gjinkalë, gjinkalë s'kishte, po, usajume, e bëm me peskatriqen, mos gabohem. Peskatriqen, po. Po ty, Richard, të kapën pak ethet të ftohta, kur po vazhdon të porosia, listë shumë e gjatë. Jo, isha qetë, Jo, isha qetë, nuk isha, e fash. Kishe dhe orë, Richard ishte mirë për vete me oreksi. Nuk kam problem për atë pjesë, qa do mire. Ishe përgatitur për çdo faturë. Isha përgatitur për çdo gjë. O Megi, po nuk këngraj shumë sa. Mirë se keni qenë në restorant të përballueshëm. Jo, ishte restorant. Po, patjetër. Kam një super restorant. Sa shkoj fatura? Kam një pyetje. Po, ç'është kjo sa shkoj fatura? Sa shkoj fatura, o Richard? Nuk e mbaj mend. Se mbaj mend. Ta 150-200 që, aty. 150. E përballueshme. Kush është? Mëse së shumë. 150-200 euro aty ka ikë. Por 150-200, jo 850, se si ishim Monaco. Po kush e pagujte ti? E përballueshme. Po tash se ke shpenzuar 500 euro për 500. Unë them drejt, them sinqer, mendoja që ishe më shumë. Pak pas më shumë. Unë mendoja që 300-400. Po e zodhi restorantin. Unë. Okej. Pse? Se nuk pëlqeu restoranti të Ibrahim. Nuk ishte restorant, Faliqa. Unë bana një pyetje, isha kurioz. Për të dalë ku, Ibrahim? Jo, çdo gjë, i gjithë organizimi i takimit ishte ideja e Richardit. Ai e ka ndjekur si takim. Richard. Bana një pyetje, pëlqen crudo. Urdhëro? Bana vetëm një pyetje, pëlqen crudo thash. Mua më pëlqen çdo gjë, unë haj çdo gjë. Si të duk t'ja Ulona kjo nisja e takimit, me këmbë të mbar, apo unë jam një njeri që nëse ka një gjë që vlerësoj dhe dua në jetë, okay, ti mund ta konfirmosh dhe gjithë njerëzit që më njohin, unë jam jashtëzakonisht korrekte dhe unë më vjen keq, po i gjykoj njerëzit në bazë të korrektesës, sepse të jesh jo korrekt, do të thënë mos kesh respekt për kohën dhe për jetën e tjetrit. Edhe kjo është shumë, do të thënë, çdo mungesë korrektese është për mua e pa justifikuar. Njerëzit që making ta djemta Ulona i ke bë kështu se djemtë tu. Sa flet ti, ke brava Ulona. Atë që s'ka themi ne do t'ja thotë.
Mungon respektin njerëzit. Po mungon respekt, unë fare mirë, unë kisha ditën shumë të angazhuar sepse isha jashtë Tiranë ditë për të mbyllur ca punë fëmijët. Kam ardhur shumë vonë, kisha lënë takim për të krehur flokët që të shkoja e rregull. Kam shkuar në shtëpinë time, kam bërë vetë make-upin sepse ishte shumë vonë dhe nuk mund gjeja një studio make-up i hapur dhe për të evituar që të vonohesha për gjetur parkim, kam shkuar me taksi. Dhe gjithë i bëra që të dukesh ashtu e bukur në takim. Po ju nuk e vlerësuat, ju nuk më meritoni. Ibrahimi tha dhe diçka tjetër, të presin gjithë ty, tha, pse ti Ibrahim e ke pritur? Pak po, po jo ka shumë. Të presin të gjithë ty, pse të presim gjithë ty? Po, e prita 10 minuta, maksimum ikja. Kishe ikti? Po normal, nuk jam... Një orë 40 minuta së duket si po nesë, Ibrahim. Sesh kavaljer, nuk ke kavaljer. Ta sëroj me po femra ka gjëra në vetë do bërë aty, pritet 3-4 orë aty e rri. Vllai është më delikat, ka gjëra në vetë. Dhe një zinxhir. Jo, se nuk jam qeni, nga kupton, se kupton ku do me dal ti, si jam qeni, po. Tani, Richard, thuaj pak ti i përsëriti Inës situatën që e morë me vete nga studioja, kur djemë të tjerë akuzojnë, po themi, si materialiste dhe e pyet pse mendojnë diçka të tillë. Se kam dëgjuar shumë fjalë nga çuna që ka qenë materialiste, kështu shumë gjëra, po pastaj unë Fal, çfarë quajnë materializëm? Po unë akoma se kuptoj çfarë do të them tamam fix materialista, pse për mua materialist është një person që kërkon miliarda, miliona, po jo gjëra bazilare. Po, sa herë përmendi fjalën materializëm, ju thjesht tregoni inferioritetin tuaj. Se unë e kam parë një gocë që del gjithë biznesin e vet, punon gjithë ditën. Punoj, se do punoja fare, thjesht do rria, do shijoja atë kafen. Detyrohem në një rast atë kafen mos ta pi, ta marr në makinë sepse kam punë për të bërë gjatë ditës. Dhe lodhem për këtë. Richard, ti mbi gjitha duhet ta dish kem të ardhurat e mia. Ti mbi gjitha duhet ta dish definicionin e fjalës materialiste sepse je ndar vetë nga lidhja jote e fundit. Gjëra që kërkon shumë gjëra larg, po mos më duhen kështu. Unë nuk kam kërkuar asgjë. Vetëm krudo. Okej. Shumë do t'i paguaj vetu në Ibrahim, se shqyr zotit, ai biznesi që kam i mbulon atë darkën që pagoj Richardi. Se ju italianët jeni që kështu, herës tjetër do e marrun faturën. Nuk jam italian, jam shqiptar. O Ibrahim, çfarë mendon? Pse se ti e shikosh gjithë kohës edhe në qesh kur e përdorin fjalën materialiste në lidhje me Inën? Çfarë personifikon për ty kjo fjalë? Kjo fjala është një gjë, si ta them unë, një femër që shfryzon një mashkull vetëm për gjërat material. Që nuk shef ç'është njeriu aty, po shef vetëm ç'a mund majna i çuni. Ibrahim, ti konkretisht çfarë ke ndjerë? Ti ke dalë një takim me Inën? Këtë pyetje do i drejtoja. Ke dalë në këtë përfundim? Se ti ke dalë me mua, pse ti më cilëson mua si një vajzë të tillë? Pra çfarë peti në takimin që ne realizuam të dy, që the Ina nuk bën për mua se Ina është kështu. Bana një akuzë, thashë e materialist. Bane një akuzë, bane, po pse bane, ha? Po të bën një pyetje. Ku mbështete? Se njeriu mbështetet mbi ca pika dhe del në konkluzione, se nuk flet në ajër kot. Pse pra ke dalë në këtë lloj konkluzioni? Ai drejt 20 sekondë ke dalë me mua. Konkretisht Ibrahim, ke dalë në një takim me Inën. Jo, me takimin tim se pash. Jo, me takimin tim se pash. Po në cilin takim e pe? Po pse ti i thua Inës vazhdimisht dhe e lën të nënkuptohet që ti je materialist, tani nëse ti e lën të nënkuptohet? Është mendimi im. Tani ku bazohesh e thua këtë gjë, ç'është kjo? Ky është mendimi im, nuk është argument. Atëherë mendimi yt është i pavlerë, nëse ti nuk di të mbrosh. Po ti shkojmë mbrosh si argument. Nuk është i pavlerë, mas vetëm mendimi im, mas e gaboj. Shumë okay, ky është mendimi yt, po ndërkohë njerëzit nisen gjithmonë nga eksperiencat e veta personale. Dhe unë po të bëj një pyetje shumë konkrete. Ti te takimi yt me Inën, çfarë ke nuhatur që më thua? Jo, me takimin tim s'ka qenë materialist, po. Unë madje pagova me faturën nga takimin takim. Po. A e diti këtë detaj Megi, unë kam paguar faturën në datin që kam bërë me Ibrahimin? E ke pagu ti faturën? Mund ta pohoj gazetarja këtë lloj gjëje. Shikoj, di çdo. Lutem, Kështu mos thoni më Ina. E bëra kështu si këta që e paguajnë një herë, e bëra unë në takimin tonë të parë, unë e kam paguar faturën. Kurora princesës i takojnë këtij po jo mua. Kështu që çfarë fakt se nuk ngjo. Më thuaj paktën faleminderit. Ta mbylli gojën Ibrahim, materialist. Shiko, kem argumenta. Më nuk duhet që ti të paguash faturën. Jo, nuk duhet kisha përmendur kurrë këtë lloj gjëje, se ti e di se nuk ka asgjë të keqe. Sepse një herë tjetër mund ta bëje ti dhe ishte shumë okay. Pavarësisht se ne nuk patëm një takim të dytë, por ti nuk mund të më cilësosh mua materialiste. Nuk bani takim ti mua. Do bani një intervistë, shife më shumë kamerë. Po bëra. Unë e pagova faturën. Është ana ime, më e bukur kjo. Edhe e bëra me shumë Ina, mirë, okay, që nuk i vëre fare këtë gjëra. Mirë, që të mos krijojnë keq kuptime. Si
Çfarë ndodhi? Si ishte situata në momentin e pagesës faturës? Ishim në përfundim të takimit, isha vetëm unë dhe gazetarja brenda dhe Ibrahimi u çua për të shkuar në tualet, në mos e bëhem. Ika tu, kishe paguar. Ibrahimi nuk po them se nuk doje të pagoje faturën në mënyrë absolute, jo, sepse unë nuk hedh balë mbi njerëzit siç bëni ju. Jo, unë e pagova faturën sepse Ibrahimi u çua dhe rita kamarierin për të sjellë faturën dhe i thash mund të më sjellësh pa faturën që mos vonoheshim, sepse ishim vonë, ishim të gjithë vonë. Edhe sigurisht e bëre për të kursyer kohë. Apo e pe vajtjen e Ibrahimit të banjë si arratisje nga fatura. Për të kursyer kohë, në asnjë mënyrë, as për të fyer Ibrahimin dhe as për të hedhur poshtë maskilitetin e tij. Fare, unë nuk jam kështu. Sot? Sepse ai më shojti materialiste dhe një femër materialiste nuk paguan fatura. Do priste sa Ibrahimi të dilte nga tualeti dhe ta paguante. 80.000 lekë të vjetra. Në momentin që Ibrahimi nuk Jo, faleminderit, nuk i pranoj lekë. Tu lutem mos e bastardo kështu sepse do të të kthehem shumë keq. Ibrahim, mos e bastardo sepse do të të kthehem shumë keq. Jo. Po të paralajmëroj. S'është gjë e mirë, se s'është auton. Do të nuk e di çfarë lloj sjellje kanë këta meshkuj që bëjnë këtë lloj sjelljesh, më quan materialiste, bën këtë lloj skenë dhe prap njerëzit dalin edhe thonë Nina është e keqa. Unë se di domethënë çfarë sjellje duhet bëj. Çfarë Ibrahim ky gjest? Çfarë kuptimi kishte? Që nuk duhet që ajo mendoj, ja atëherë pse më quan materialiste? Pse më quan materialiste? Ti pse më quan materialiste? Ke një orë për materialiste. Ty të dhem, mua nuk më dhem. Kush mua? Pse të dhembit? Unë thash një gjë. Edhe madje as nuk hodha balë ty që të thoja ai nuk pati ku diun. Thash e bëra nga kënaqësia sepse ti u largove një moment. Realisht u largua për të shkuar në tualet dhe unë për të kursyer kohë që të gjithë të largoheshin pasi takimi ishte mbyllur, kërkova faturën dhe e pagova me mirësjelljen dhe me dëshirë më të madhe. Ibrahim ishte shumë kjo që bëre tani. Bën mirë të më japësh një shpjegim, nëse mund të gjesh një shpjegim racional, sepse ishte shpjegoj një person që e përmend një gjë që e ban, që thotë që e ka bën me zemër, nuk e përmend. E kam bër. Po pse përmend? Sepse ti më theje materialiste. Ti po e bal me mua. Ti po e bal me mua. Ash mendimi im. Unë nuk kam marr 50 cent, ç'do të thuash ti mua materialiste? Ash mendimi im. Të kam kërkuar ndihmë për ndonjë gjë. Thashë i bën me mua materialiste. Të kërkon dhuratë, të kam kërkuar ndonjë gjë unë. Ina. Të kam nevojën për diçka. Ti më bën me bukë mua, ë? Jo. Ë? Pse përmend gjarat? Tu bani gjatë dhe pastaj përmend këtu studio. E di, kemi në brezin tim, me sa mbaj mend në një takim të parë ka dhuruar një libër, unë pres akoma të më thuash kur do e mbarosh librin, se lexuari. Tu jam do pres deri në fund sezonit. Ne kemi pas një libër tjetër. Por marrosh të bëj një. Ka humbur librin. Kemi pas një tjetër personazh në brezin tim shumë i lezetshëm. Është një shkrimtar çek, Jaroslav Hashek quhet, ushtari mirë Zhvejk, quhet romani. Dhe Zhvejku ngeli një histori me batutën ç'më duhet mua se ç'bëj unë. Pra, që ta analizojmë pak. Thot, në takimin tim, jo, nuk e pash materialiste, por kam mendimin tim, të bazuar në asgjë. Du qovësh dhe... Lert, a mund të frasi qik? Nuk... Jo, ta bërë pak Lertit, lutem. Dëgjova. Pas ka marrë ashtu gjiro kë. Unë thjesht dëgjoj këtë analizë se ma se mund të shërbej. Në takime mua si ishte materialiste. Jo. Por unë kam mendimin tim. Pra, nuk ka rëndësi se jashtë bie shi. Unë kam mendimin tim që është diell. Tani mblidhen të gjithë njerëzit t'i sqarojnë që jashtë bie shi. Jo. Pra, është e kot. Ushtari mirë Zhvejk vazhdon edhe sot në ditët që jetojmë të frymëzoj shumë njerëz. Shiko, unë thash, më mua nuk ka shtreguar, thash e vërtet, por nuk do të tha që një person e njeh vetëm me një takim. Shoh që me Richardin, Krudo, këten. E pra, atëre jetë xheloz që Ina ka bërë takim me Richardin. Ibrahim se ishte restorant peshku. Po nuk është që je më xheloz ti. Po edhe unë do isha xheloz, patjetër xheloz. Do isha xheloz. Kisha dalë në takim me Inën dhe Ina zgjidhej mashkull tjetër, shumë xheloz do isha. Nuk e di ç'do bëja. Shife. Pash mendimi ime. Ka që ke përthonë, është mendimi jot, okej. Indrit. Ina kam thonë edhe herën e kaluar, Ina ka ardhur në studio dhe ka thonë që burrin e dua burr. Po. Richardi fizikisht nuk i mungon asgjë, po në sjelljet që ka, i lyn thojt, e bën këtë, nuk është edhe aq burrërore aq sa Ina e ka lënë të mendoj këtë gjë. Vetëm një gjë. Ina me Richardin mund të ketë vetëm një arsye sipas teje që qëndron, që është del nga kriteret e Inës. Shana financiare, sipas teje. Mbase kjo mund të tjetë, po nuk gjykohet fakti nëse Ina e shes si diçka të bukur që një burrë. Unë nuk e kam parë do njerin
më të lumtur dhe më nervoze, mënyra se si fliste jashtëzakonisht shpejt, tregonte një nervozitet. Gjua e trupit të saj, fakti që këte ishte Richardi, i kishte zbuluar anën e ndjeshme dhe kishte filluar të përkule i kështu, ndërkohë që disa herë bëri këtë lëvizje, kapi flokët dhe vuri dorën këtu, që tek femra është një lëvizje. E bën gjithmonë këtë. Jo, nuk e bën gjithkohon. Te femra është një lëvizje që tregon pëlqim dhe atij që ka përballë. Dhe në fakt tani kavalier të tillë. Pëlqim apo është lojë peshkimi? Jo, më jo. Po qeve Megi. Jo, më jo. Po të dyja bashkë, jo, Ibrahim. Çfarë është? Ishte pëlqim. Ishte pëlqim sepse është pëlqim apo është lojë peshkimi? Duke duhet ta kuptosh më mirë se unë, sepse ti je vajza që më ka thënë, unë çdo mashkull e bëj për vete. Ti kur del në një takim, çfarë qëndrimi mban? Nuk është qëllimi që atë djalë ta bësh për vete? Nuk ka flirt, se në të kundërt për çfarë po del? Jo. Se është metaforë. Unë kam thënë çdo mashkull që unë kam pasur në jetën time dhe ka pas një histori me mua, akoma edhe sot nuk më ka harruar. Por qëllimi im nuk është të bëj çdo mashkull për vete. Ti kur del në një takim nuk e ke atë qëllim. Jo, unë kam Richardin në çfarë qëllimi im i parë është që ai djalë të më pëlqej mua fillimisht. Pra, dua që ai të jetë në preferencat e mia. Pastaj se si duke mua ti mbetet për tu parë, unë nuk dua të imponohem me zor. Ai nuk të pëlqej me zor. Ai s'është një flirt në tavolinë, por ty të pëlqen Richardi. A të pëlqen Jam shumë e qartë, ishte flirt gjithkohë, se kam natyrën të tillë. Pastaj apo ty të pëlqen Richardi dhe kjo është përgjigjja jote. Është pak nga të gjitha, është edhe për t'i dhënë respekt personit që un kam përballë, për t'i treguar që gjithë vëmendja ime si trupore, si mendore është e gjitha aty. Pra unë jam e përshëndruar e gjitha në atë lloj takimi, gjithë energjia ime është aty. Edhe isha shumë dëgjuese ndaj bisedës. Pra peshkimit brenda, që mos t'ju flasin peshkim se vëndësoj me flirtim, njësoj është. Okej, në qoftë se doni ta quajmë. Okej, pra mirë. Pola erë të përfundove ka një pëlqim. Dhe mënyra se si fliste shpejt, fliste jashtëzakonisht shumë shpejt, tregon dy gjëra. Ose një nervozizëm që nuk pret dot kohën, derisa ai që ke përballë, për shembull, zgjatën çik dorën Richard, zgjat dorën të bëj këtë, pra të preki, të kesh kontaktin fizik, sepse është energjia jote e cila i pararend trupit tënd. Pra energjia jote arrin të tjetri përpara se të shkosh ti fizikisht të tjetri, dhe kjo derisa ta arrihet sjell nervozizëm te personi përballë që hina e kishte, mënyra si fliste shpejt. Ose ka një shpjegim tjetër, zakonisht vajzat që flasin shumë shpejt kanë mungesë të jetës seksuale. Bravo Lert. E keni ndërit. Dhe unë e di që ju e keni të ndaluar, i keni ndaluar pjesëmarrësit. Të kenë. Po a ka treguar që edhe atë çmirë se kemi bërë atë punë. Nuk e di se unë s'jam me kohën. Nuk e diskutoj fare jetën time seksuale në emision dhe nuk kam dëshirë fare ta bëj temë diskutimi. E kam shumë të shenjtë dhe e kam shumë personale. Do të thotë që ti ke mbajtur rregullat e emisionit. Rregullat e emisionit me sa di unë, sepse Katerina dhe Arnoldi e kanë pranuar që kanë kaluar në intimitet, kështu që me sa di unë nuk është jashtë rregullave. Jo, nuk është jashtë rregullave. Po pra po. Me konkurrencë njëri tjetrit. Pra këto të dyja janë. Nuk ka asnjë deklarate, asnjë lloj qendrimi për këtë lloj gjëra as pozitive as negative, është jeta ime shumë personale që ju do ta merrni vesh kur. Okej, Ina dhe nuk përbën shumë interese, në fund të ditës është vërtet jeta personale. Ina, ti e pyet Richardin për pëlqimin që i ka shprehur Stelinës. Madje je e vendos përpara një zgjedhje, nëse mund ta themi kështu, që nëse ai qëndron ende pëlqimit për Stelinën, nuk mund të vazhdoj njohjen me ty, sepse duhet të bëj duhet marrë një vendim. Okej. Më shumë se sa përballë një zgjedhje, desha të kthjelloja mendimet e mia dhe që të mbaja pastaj atë qëndrimin tim, sepse kur erdhi fillimisht, Richardi tha, unë kam ardhur këtu për Rinën, domethënë sepse nga ekrani më ka pëlqyer Rina, dhe po në të njëjtin moment pasi tha këtë, tha kam pëlqim edhe për Stelinën. Dhe e tha pak si shumë referuar Stelinës. Pra, jo siç unë e kam thënë pa të keq, që e kam seruar 1000 herë. Edhe pastaj doli në takim të parë me mua. Edhe kjo do të vlerësuar nga ana ime, sepse në momentin që ai shpreu dy pëlqime, unë isha opsioni i parë. Po. Kështu që Mos ndoshta ishte pastaj ne dolëm në një takim të dytë. Dhe kjo gjëja u bë pak më serioze le të themi, sepse ne bëm 2 date. Edhe mua sigurisht si femër më intereson ta di nëse ai ka ende një pëlqim për Stelinën apo nuk e ka më këtë pëlqimin.
Dhe në rast se ka, po pret që gjej momentin edhe të futet, apo ka heq dorë, apo çfarë, si qëndron. Ose në rast se unë isha zgjedhja e parë, sepse ai dëshironte që unë të isha zgjedhja e parë, apo sepse unë isha mundësia më e disponu. Jo, e lehtë, sa më lehtë. Ja, më e disponueshme sepse isha single në këtë studio, isha vetëm dhe nuk kam krijuar asnjë raport dashurie me asnjëri. Dhe ti thua që tani çfarë vendimi do të marrë Richardi dhe çfarë do të bëjë ai tani që sheh që ka një çarje mes në marrëdhënien e Kesit dhe Stelinës. Jo, më duhet ta di sepse kam dalë 2 herë në takimin me të dhe mund të dalë në një të tretë edhe në një të katërt dhe më intereson ta di. Po ti na ti kam toksike unë me Ge. Ti i ke ndarë me jam shumë e hapur ndaj njohjeve, por në rast se dikush, edhe një djalë që kam dalë, qoftë 2 apo më shumë herë më thotë që kohëve të fundit më ka lindur edhe një pëlqim për një vajzë tjetër, aty jam absolutisht dakord që të vazhdoj njohjen edhe me të. Ti ke ndarë mendimet lidhje me Richardin dhe me Kristin për shembull? Jo më larg se dje, po e mendoja si situatë, edhe po ndjesha paksa në fajle temi. Për një njohje që unë e lash pezull, për ca shkaqe që se kisha të dorë. Jo si zgjedhje personale e imja apo e Krisit, edhe që ngeli aty. Edhe jam konfuzuar pak, sepse tani gjendem edhe në një pëlqim me një djalë tjetër, por në të njëjtën kohë mendoj se edhe interesin për Krisin nuk e kam humbur. Ina, ti i vendos këtë kusht të Richardit, sepse... Në kusht me gjithë luta, mos ta quajmë kusht. Ishte ose do dalësh nëse do të vazhdosh me Stelinën, më duhet ta di të vazhdosh. Po pra, sepse nuk mund të investojmë në kohë te një person që del me mua dhe pastaj momentin e parë që sheh që Stelina është vetëm, tenton të dalë me të, sepse i bie gjithë energjia ime avulloj. Ky qëndrimi i yti lidhet me faktin që ti me Stelinën keni patur një debat? Absolutisht jo. Apo do ta kishe me çfarë me këdo? Me këdo, lidhet me mua si karakter, lidhet me vlerësimin që kam për veten. Ndërkohë, meqense se jemi këtu dhe nuk e kemi bërë këtë diskutim, a keni biseduar ju të dyja, Stelina dhe Ina? Jo, nuk kemi pasur një diskutim. Unë nuk kam dashur që të ketë, as Stelina nuk e ka parë të arsyeshme ta japi. Stelina? Ishte një situatë e cila nuk u krijua nga unë, takimi Kesi dhe Ina, dhe mendoj që duhet vi dikush tjetër flasi me mua, jo unë tek Ina. Ky është ndrimi im. Stelina, të pyes pak, unë e di që gjatë kësaj kohe ti më saktë me njëherë pasi ke patur debatin në studio me Inën edhe je larguar, ke pritur që Ina edhe mund të të shkruante. Po. Kam pritur sepse nëse jo që kam pritshmëri unë nga Ina, unë nuk kam pritshmëri nga asnjë. Por unë si Stelin, duke qenë se edhe e kam thënë, jam pak empatike, nëse do isha në vendin e Inës, do zgjidhja që si vajzës të shkëmbeja qoftë një mesazh apo një përshëndetje për të marrë vesh si e. Unë këtu në këtë studio kuptova se kush ishin njerëzit realisht që më mbështesnin dhe kush jo. I kisha ngatruar gjatë rrugës. Kam marrë mbështetje nga njerëz që realisht nuk ma priste mendja dhe zbulova që ato që unë mendoja se kisha mbështetje nuk i kisha. Mund të them edhe unë mendimin tim? Sikur sa e tha edhe Stelina, dhe unë arrita të kuptoj se kë kisha vërtet njerëz në këtë studio dhe kë nuk kisha. Dhe njerëzit që kisha menduar se kisha më afër ishin ata që më nxorën më keq. Duke tregguar një histori që nuk ishte e vërtet në mendjet e tyre, për arsyet e veta. Duke treguar një histori që nuk ishte e vërtet? Jo, nuk ishte, ishte pjellë e imagjinatës suaj. Unë ndjeva shumë e fyer, jashtëzakonisht tënde më saktë. E imja. Po, sepse kishte mbajti një qëndrim paksa më neutral në temë. Se isha unë në takim me... Ja, një sekond, ta sqaroj pak mendimin tim dhe pastaj e kalojmë në bashkëbisedim mes ne të dyjave. Po thoja që unë jam ndier shumë e fyer, shumë sepse unë një njerëz që më fton të ndaj bukën le të themi me të, unë nuk e shkel bukën që kam ngrënë me njerëzit, e kam parim në jetë. Unë kam ca parime, aq të forta. E ke shkelur. Nuk e di nëse e ke shkelur. Po do jeni me fat po dini. E ke shkelur. Edhe nuk e kam shkelur se unë mora Krisin në telefon dhe i thash hajde interesohemi për Krisin sepse duhet ta kishe diskutuar me mua fillimisht. Qofse je kaq vajzë e ndjeshme dhe kaq shoqe empatike sepse unë kam pyetur Kesin atë ditë në telefon dhe prisje mbështetjen time. Ka dieni për këtë, pra ke fol me Stelinën që mos na bëhet në një problem më tepër se xha isha e ngarkuar emocionalisht. E di si është kjo? Dhe më thot po kam folur me Stelinën. Dhe kur Kesi thot po un kam folur me Stelinën, unë mora të ezauruar si gjë.
Do bëja një krahasim, po është shumë i keq. Pastaj ti more në telefon edhe na përshëndete, unë nuk e di çfarë gjeti kur erdhe në studio, ndoshta edhe njerëzit jashtë mund të të kenë influencuar pak. Nuk më influencon njerëzit. Unë ta thash Selina, një vajzë të dashuruar, nuk i vjet re asgjë. Unë uroj t'i arrijë unë kësaj dite të dashurohej më shumë sa Si? Një vajzë të dashuruar nuk i vjet re asgjë dhe unë nuk të vura re asgjë, unë ty prap nuk të nxora keq. Unë të prapë të thash unë të mirë kuptoj, edhe për qëndrimin që mbajte. Mëse s'kam dalur me dashurin tënd takim. Unë nuk dola në takim njohje e me të, nëse ti e pe. Në takim ne diskutuam për ty. Dhe unë buzëqeshja kur flisja për ju të dy sepse po Ina, po ti del takim me Krisin, flet për Selinën. Ti del takim me Richardin, flet për Selinën. Ti del takim me Krisin, unë kam shef Selinën, nuk është shfaqim që Richardi shpreu pëlqim për ty. Bëj një takim zemër pa Selinën, se unë takimet e mia i kam bërë gjitha pa ty. Bëj një takim vetëm me veten tënde. Tani që unë përdor emrin tënd për të arritur. Del takim me Krisin dhe përmes Selinën. Richardi thua Selinën. Nëse Richardi do kishte thënë kam pëlqim për Marcielën, do thoja a ke akoma pëlqim për Marcielën sepse ti ke dalë me mua 2 herë në takim. Ti ke ardhur dhe ke thënë po të njëjtën pyetje, kështu që kjo nuk lidhet me ti një djalë si Kesi. Lidhet me thënë burra si Kesi u shtofshin. Fjalën mund ta rrotullosh si të duash, Selina. Fjalën mund ta rrotullosh si të duash. Dhe ty do të vërdis ti japësh vëmendje vetë, do të thuash mos ma përmend me emrin ti mua se po fiton audiencë dhe ka përmendur emrin. Vëmendje emrin tim që një djalë që unë dal ka shprehur pëlqim për 2 dita që ka ardhur në studio. Në rëndësi vetes to kanë probleme me veten edhe. Kam probleme me veten apo probleme me veten? Që më merr mua Selina dhe më thua hajde rrim bashkë me Kesin, hajde hajm drek. Madje kur kemi dhënë një deklarat në backstage, në mbrapa kamerave, ti ke thënë, unë më shumë ke thënë i besoj Inës se sa Kesi, dhe unë kam thënë girl power. Domethënë është kjo gjë që ne vajzat besojmë te njëra tjetra. Që e besojmë po ke bërë gabim se ke probleme me veten ti jo me mua. Të dyve, jo më probleme me veten ti se ti del takime çuna për të njohur edhe përmes Selinës. Ke probleme me veten, jo me mua. Dhe unë prandaj kam bërë këtë lloj qendrimi sepse unë jam dohe më shumë i dashur që kam afër vetes. Burrat si dashur jo të shtofshin. Si ato vajza që të futin në shpinë, të banë afër dhe nuk ka asnjë reagim. Do të ajo shohë që po të kam afër se këto tjerët, edhe kur vjen në studio, pastaj thot po, Ina ka pëlqim për Kesin, kjo ishte shumë e ulët. Tentuan të më ulnin përpara të gjithëve, por nuk e dolën. Nuk ishte gjë ulët, ishte realiteti. Ne ju këtu në studio nuk do shikoni kurr asgjë që ju keni krijuar në ato mendjet tuaja. Në këtë studio, domethënë do ketë jashtë. Po Selina, po, mirë. Po pra. Po Ina, të lutem, ta thash një herë, nuk kam asnjë gjë me ty se ti ka ardhur duke thënë pëlqen një djalë si Kesi, burra si Kesi, u shtofshin etj etj. Unë nuk kam problem të dëgjova deri në fund. Të lutem, ta mbaroj një fjali unë nga fillimi deri në fund. Patjetër ta mbarosh. Ke ardhur duke thënë pëlqen burra si Kesi. Ke thënë këtu e ke mbrojt Kesin në shpat. Burra si Kesi, u shtofshin burra si Kesi. U shtofshin, pikërisht, dhe gjithë këto gjëra që ke thënë, kur unë kam pas një marrëdhënie reale me atë djalë. Kur unë kam pas një marrëdhënie reale me atë djalë, unë prapë kam qëndruar dhe nuk kam thënë asnjë reagimi. Ky është vetbesim zemër. Ti ke probleme me vetbesimin se del takime me çdo djalë të mundshëm që ke dalë, ti përmes Selinën. Ti ke probleme me vetbesimin, mendoj që duhet ta mendosh pak më gjatë situatën. Okej? Dallohet shumë qartë se kush ka probleme me vetbesimin me të drejtën. Të bësh një takim jo me zemër, unë s'ka probleme fare me vetbesimin, jam shumë rregull. S'kam bërë asnjë reagim deri në sot. Jo, nuk do asnjë pyetje, jo. Asnjë reagim nuk kam bërë. Fare, përkundrazi, unë ty të kam marrë dhe të kam ul tavolinë. Ky është vetbesimi, që të kam marrë dhe të kam afru bashkë me atë djalin aty. Okej. Ky është vetbesim. Kurse ti del takim të dytë me atë djalin, nëse mund quhet i dyti se i pari nuk ishte as i plot, del takim të dytë me Richardin dhe i thua do zgjedhësh ose mua ose Selinën. Del me Krisin dhe i thua. Lutem, a mund ta dëgjosh në ritransmetim se çfarë është thënë që mos hedhësh akuza jo të vërteta në këtë studio? Me këto unë dëgjoj çfarë thua. Unë thash duhet të zgjedhësh. Unë thash dua të di deri ku shkon pëlqimi yt për të, sepse ke thënë përveç teje kur Megi ka pyetur, përveç Inës më saktë, nuk është se më drejtua mua, ju drejtua audiencës. Dhe Megit konkretisht, ti tha përveç Inës më pëlqen edhe Selina. Dhe sigurisht unë duhet ta di nëse ky djalë që un po dal, të pëlqen më i vajzë dhe ty apo më pëlqen vetëm mua? Ku është problemi këtu? Unë ta kam bërë një herë të pyetje ty për Kesin? Unë ty veç ma si mi unë ta kam bërë një herë të pyetje dhe ke thënë. Nuk më pëlqen Kesi. Nuk më pëlqen Kesi si djalë për ta njohur unë. Po pse e the herën e parë që erdhe pra? Më pëlqen Kesi si djalë. Për njeriu që ai është. Sepse më duket mashkull me karaktere, kam thënë 1000 herë. Ka njerëz që thonë jo po ai është arrogant, jo po ai është kështu, jo po ai është ashtu, dhe mua nuk më duket. Edhe jashtë kur më pyesin, se më shumë më pyesin për ju të dy, me thënë drejtën, po ata janë si vërtet, i them po janë, edhe duhen vërtet shumë. Po ai Kesi më thonë, është pak kështu, jo i them për Zotin, është shumë djalë i mirë. Dhe e them shumë sinqerisht. Unë vazhdoj ta them edhe pas kësaj situate, se mendoj që në fund fundit secili tregon edukatën e vet.
Po pra. Kështu që do vi momenti që... Po ti nuk e ke treguar, pra, ky është problemi. Po mirë, po feti që nuk e kam treguar. Dole me të dashurin e shoqes, atë është gocën që ti e konsiderove shoqe dhe ja është të ka marrë ty afër dhe është ulur në tavolinë me ty, se ju të mirën e merrni për dobësi. Ju kush? Zgjodha ti. Edhe shumica njerëzve vërdall, edhe atje jashtë, se ka shumë njerëz si puna jote. Nuk e di kush tjetër. Ka shumë njerëz. Unë jam e veçantë, jam vetëm një. Ka një arsye pse ne marrim të dalim këtu, sepse secili nga ne personifikon diku atje jashtë. Po pra, unë kam me ty dhe po them si ty ka dhe shumë njerëz të tjerë që atë të mirë ta marrin për dobësi. Unë të marr në tavolinë dhe ti thua, më ke marr ti mua. Po Ina, nuk e kam problemu se unë qofse do të kisha kaq shumë. Ne kishim një lloj raporti, le të themi se më ke marr ti, njëri tjetër të ka marr unë te tavolina ime tjetër. Për këtë raportin, Ina. Për këtë raportin. Sepse të gjithë këtu, edhe pasi dalim nga transmetimi, kalkuloj ato grupimet e veta, pi një kafe, diskutojnë diçka. Dalim në një fundjavë së bashku dhe unë jashtë nuk kam dalë përveç se një herë me kesin dhe me Stelinën dhe pranë gazetarëve për ditën e kesit. Në studio unë më shumë qëndroj me kesin dhe me Stelinën, kam qëndruar. Për hir të këtij raporti, pasi shikon Stelinën që është shumë e ngarkuar nga debati që pati me Kesin, nga shpërthimi i Kesit, pasi pa takimin tënd me Kesin. Bëra atë që thash. Për hir të këtij raporti, ti pate më të fortë ndjenjen e të ndjerit e ofenduar, apo këtë solidaritetin me Stelinën, dhe ta mirë kuptosh si vajzën, që po kalon një periudhë vështirë me një djalë, tek i cili ajo ka dyshime. Më kuptove? Le të themi u solidarizova me mendimet e saj, me ndjenjat e saj, unë e thash edhe në studio, nëse ti e pas ke menduar kështu gjithë këtë kohë, dhe pse nuk e pas ke shprehur, sepse më ftoje vazhdimisht që të rija me ty, atëherë unë zgjedh të largohem se unë nuk e dija këtë si fakt. Unë nuk mund të ri mes dy njerëzve që nuk e duan praninë time. Dhe unë që nga i moment, unë nuk kam folur më as me Stelinën. Jo, prit me një që do ftoje Kesin ti për me dalë në takim, kupton? Po tregoj qëndrimi që mbajta pas largimit të nga studio, që do vazhdoj dhe do ta mbaj, për të treguar prap veten time dhe karakterin tim, edhe bindjet e mia. Kesi është i lirë, se më që pyete Richardin, nuk më intereson zemër, mund ta mbash. Mund ta mbash, nuk më intereson. Kam marrë punë, nuk kam asgjë. Ina, Kesi është super djalë dhe do kem gjithmonë respekt për të, por jo, nuk është në nuk do dilja kurrë me të. Ta ka rrokur ndonjëherë mendja që Stelina mund të ketë afruar që në fillim pikërisht për të shmangur këtë që po ndodh tani, mbase për të patur po them më shumë në kontroll. Dgjoj. Unë ndonjëherë dukem ajsa, siç më kanë cilësuar, dinake, unë jam aq edhe naive. Unë vetë nuk e kam menduar këtë. Ma kanë thënë njerëz të tjerë nga jashtë, mendon se ajo po e bën këtë sepse kështu ti mund të ndërhysh në ndonjë moment dhe qëndrimi im ka qenë gjithmonë shumë i qartë. Unë i kam parë ata janë çip dhe ata janë shumë bukur bashkë dhe unë kurrë nuk do ndërhyj mes tyre. Ka pasur njerëz dhe nga ata që kanë dashur të më nxisin dhe më thonë po shikoj se ti shkon me Kesin, kam thënë jo, të lutem mos më bëni kështu bisedash. I fuske llogarit. Edhe ma kanë thënë njerëz të tjerë, po unë vetë jo, nuk e kam menduar me këtë si gjë. Edhe mund të ketë qenë si fakt, nuk e di. Nuk dua tani të bëj kështu, që kanë ndodhur përçarja ta kthej. Po thoje Kesi? Jo, s'kam asnjë koment. Ti bëri një koment kur ai tha vazhdo se Kesi është i lirë, tani se unë po të shikoja. Më drejtua Stelina për diçka dhe i thash, jo 1 po dhe 10 dhe 20 dhe 177 të tjerë prap nuk më ulin dot me këto veprime dhe llafe që po thot, vetëm kaq ishte. Sepse po tregon janë shumë të shëmtuar kundrejt meje dhe thjesht tregon veten, jo mua. Po tregoj unë janë të shëmtuar për çfarë më? Për çfarë? Që zgjodha veten time përpara gjithë budalliqeve të tuaja? Jo, nuk zgjodhe veten tënde, po s'ka problem. Thjesht njerëzit tregojnë fytyrën, vjen një moment që tregojnë atë çka kanë për brenda, e nxjerrin pak me vonesë, po e nxjerrin. Po çfarë ka nxjerrë Stelina konkretisht? Thjesht natyrën e saj mosbesuese, këto shpërthimet e saj, këto afrimitetet që i bën duke pasur një mllef për brenda. Dhe më vika keq që nuk e pasam kuptuar, domethënë kjo është gjëja që më vjen më shumë keq. Afrimitetin që bën duke patur një mllef për brenda. Afrimitetin që kam bërë kujt? Flas me Olonën. Jo, kujt. Po mirë, se ti po përmend Stelinën, kështu që jo, më pyet ti për Stelinën, po të kthej ty përgjigje. Afrimitetin që ka bërë me Inën? Duke pasur një mllef kaq madh, pa e ditur dhe unë. Jo, mllef nuk kam pasun. Unë kam qenë shumë rregull. Sepse dallon që nga mënyra se si po e stis, se ju bëni takime bashkë. Si i shet të gjithë gjërat kam mllef për Inën. Kam mllef për Inën, po mua dhe për Inën. Në mënyrën si i shet gjithë gjërat kur cënohet diçka që është pa lidhje, e kupton? Dhe nuk ka mundësi të jetë një Shqipëri e tërë kundër jush, dhe vetëm
ju që keni në rregull, është e pamundur kjo gjëja. Kjo është diferenca të mendos për Shqipërinë, çfarë na shikojnë njerëzit apo të mendosh për veten. Nuk ka mundësi, është e pamundur që vetëm ju të dy që keni në rregull me atë që keni bë, dhe janë gjithë njerëzit brenda kësaj studioje dhe jashtë kësaj studioje që mendojnë se jeni gabim. Nuk më intereson se çfarë mendojnë të tjerë. Po normal ti jeton për egon tate, për asnjë gjë tjetër. Mua më interesonte çfarë mendoje ti. E kupton? Dhe e ke marrë vesh se çfarë mendoj unë tani. Ja, pra, jo nuk e kishe treguar, tani e tregove, kjo është problemi. Jo, unë kam shumë puntata që po e tregoj këtë gjën. Ti s'u arrin me e kuptu ose nuk më don me e besu. Unë se kam farë problem. Kjo ishte ajo që pyetja Olona, jo 1 si ty, as 10, as 17, as 117. Po e di me pra mua nuk më ndryshojnë. Bravo. Ti se ke problem fare. Bravo, pra. Pikërisht. Ta kam thënë. S'ke treguar pikë emocioni në gjithë marrëdhënien tonë. Nuk unë asnjë. Pikë emocioni s'ke treguar, prandaj se ke problem. Se kam problem që s'kam treguar emocion. Po s'ke arrit ti ta kuptosh që unë s'kam treguar emocion. Jo, se kuptoj dot. E po vendos syze tjetër se duhet. Kejse ty të shqetësoj që Stelina tha i ka mbyllur punët? Ka mbaruar çdo gjë? Jo, s'më shqetëson. Nuk ka gjë që, Meg, dashi gjë, kur hyn në program. Se ka problem Kejsi se Kejsi çdo 5 minuta thot ik zhduku, e ke mbyll. Fillon edhe një marrëdhënie. Nuk i bën përshtypje kjo gjëja Kejsi, se Kejsi e ka në mendje çdo 5 minuta thot e ke mbyll, ik zhduku. Nuk e ka problem, nuk i bën përshtypje kjo gjëja Kejsit fare. Kur nis një lidhje, sidomos dhe këtu në publik dhe në mes gjithë njerëzve që jemi këtu së bashku, duhet i bësh llogari të gjitha. Dhe mërzitja s'duhet jetë pjesë e asgjë në jetë. Kështu duhet të reagosh i fortë me të gjithë mundësitë që ke. Unë jam stoik. I shndroj gjitha veprimeve të mia, gjitha fjalëve të mia. Erdhi djali i ri u komplimentua nga Stelina, pra gjasë në deshte me më kthy borxhin. Erdhi vajza e re, prapë nuk i çova në këmbë. Stelina. Jo, nuk jam mërzitur. Jo, a më dëgjoni se çfarë flas? Shkula flokët unë për çardin, kupton? Megi, jo, unë thjesht shikoj me atë syrin e ftohtë tash. E kupton, bëj diferencën. Pra, kur erdhi vajza e re, Vlora, ishte tiqëm se pse s'u çove nga karrige, apo jo? Se nuk e respektove. Tu brenda rri shumë serioz. Sepse unë i shndroj asaj gjë. Tu brenda rri shumë serioz. Ndërsa momentin e parë nuk i shndroj seriozitetit. Kështu që to janë ato gjëra që duhen pak me detaje kur bëhet fjalë për një marrëdhënie serioze. Në televizor e shet shumë bukur gjën. Bravo. Stelina dhe Kejsi ju vazhdonit mos keni asnjë komunikim bashkë? Jo. Jo.